السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. الله يستندروار ne do të vazhdojna me pengesat në rrugën e predikuesve prej smundjeve të mbrëmshme, të cilët janë këto pengesa që i pengojnë besimtarët, muslimanët, ata të cilët duan që të hinë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë pengesa të zamrës, vepra të cilat ndoshta nuk ja vën mendën, por ka mundësi që ajo vepër që ta prish ti udhëtimin për të arritur në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Si zakon ne, si besimtar, si musliman, ju japmi shumë rëndësi veprave të jashtme, pamjes të jashtme, kurse harrojmë atë të mbrëmshmen, e cila është shumë më e vlefshme se ajo e jashtmja. Ne kujdesmi çdo herë petkët të veshmi markë që duken, sako, këpuc, orë, e kështu me radhë. A ka mundësi çarapët i kina 20 denar? Se ne duhem të tregojmë jashtë se si jemi, kurse realiteti brenda jemi diçka tjetër. E atë që është e rrezikshme dhe që e pengon besimtarin të arrijë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala është urrëtia e fshehur, hekdi, urrëtia e fshehur. E urrej dikant në zamër, po e fshehja, nuk e shfaqi. Kjo është prej smujeve të zamrës dhe xhelozia. Hekt, urrëtia është njeriu armiqsin me të bun zamrën e tij dhe urrëqen e mban. E të bon, e vendon në magazin zamrën e tij, në depon e tij. Të rikur, derisa të vjen momenti me të hakmar. Kjo është hekt. Të urrej, kam urrejtje, veç që të boj, e mledh, e vendojnë zemër fort dhe pres shansin, momentin kur të mjipët më rasti, të qësë për toke. Allah na ruajt. Kjo është hekt. Kjo është urrejtje. Urrejtja është që prej smundjeve të cilat ka pasoja të rrezikshme, që e dëmton njeriun, e angazhon zemrën, t'i prish nervat, të shqetëson trunin, të bën jetën të errët, se çdo herë jenë stres, çdo herë jenë telash, çdo herë tenton si ti hakmirësh dikuj, si ta çesh për toke, dhe nuk mundesh ti kur ta kesh këtë plan, s'ka mundësi të jesh i rahatshëm. Dhe pastaj të ngushtohet dunjaja, të errësohet dunjaja, dhe çdo herë tenton dhe planifikon dhe harton se si ti të hakmirësh ndaj atij që e ke inat. E ki person, kjo zemër është shumë e rrezikshme për sigurinë e shoqërisë. Është e rrezikshme, se është smuje shumë e rrezikshme. Dhe pastaj kjo tregon që të sjellja fillon që sjellja të ndrohet. Allah na ruaj. Kjo është, të thot, ajo urrëtia e fshehur. Kurse hasedi, xhelozia, është edhe kjo smuje a zamrës, por xhelozia është kur unë e shoh dikuj që e ka një kerr të mirë, edhe kam dëshirë që ati t'i prishë, t'i bëjt defekte, t'kinoqna. Kur ta shoh,
copat i shkofshin hava, inshallah i plashin gumët, inshallah i prishte në tretuar felgat, inshallah ban çështu. Do të ketë dëshirë, nuk ke dëshirë marr ta shosh mirë me një fjalë shkurt. E shet që është i suksesshëm në shkollë, inshallah ngel këtë vit, inshallah se kupton mësuesin, inshallah se kupton profesoreshën. Do thotë ti ke dëshirë që çat begati, çat mirësi që ja ka dhënë Allahu, hasedxhia, xhelozia, dëshiron që çaj xhelozi, çaj mirësi ti zhdukët, t'ja zhdukë Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk ja zhduk Allahu, me pas mundësi ki thot unë t'ja prishi. A kuptuat? Do thot dëshira është që Allahu t'ja këtë mirësi t'ja marrë. A më njëntën kohë nëse nuk ja merr Allahu ti me të dhonë mundësia ti ja merr. Ja prishën krejt, Allah i na ruaj. Kjo është smuja o vëllezër, të cilat nuk e don Allahu subhanahu wa taala, edhe smuja e cila është që ta prish imazhin, ta prish shpirtin, ta shqetëson zemrën. Por besimtari si besimtar, nëse don e shet dikush që është i zgjuar, dikush që Allah i ka dhënë pozitë, i ka dhënë pasuri, i ka dhënë mirësi dhe ti lakmon të jesh sikur ai, por edhe ati ti vazhdoje. Kjo nuk është hased. Për shembull njëri në shoj ka këtë penshe. O Allah, ma çel betrunin si filani. Kjo nuk është hased. A unë Allah ma çel mu mshelja ati, kjo është hased. O Allah, me po mu mdalja ati, kjo është hased. A mu Allah, ma çel trunin si ja ke çel filanit. O Allah, mi hap dërt i rrezikut si ja ke hap filanit. O Allah, ma mundso të kuptoj si kupton filani. O Allah, mi leco punën si ja ke lecu filanit. Këto kjo lejohet, nuk prish punë. Kjo është lakmi të cilat e ke halal dhe nuk prish punë, nuk ndeshet me parimet fetare. Kurse hasedi, xhelozia të cilat ke qef që ti humbët ajo begati që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, është as mendja, logjika është ndoshta se pranon, pa as shariati Allahut subhanahu wa taala. E ke logjika është ndoshta se pranon, me shariati Allahut është haram, ti me xhelozu dikan që më jamar Allahu subhanahu wa taala në të mirë. Por nëse një begati prej begative Allahu ja jep një njerit të prishur, një zullumçarit, një kriminalit, një jo besimtarit, dhe ai kriminal, ai njeri i keq, ai njeri pa fe, që këtë begatin e shfrytëzon me ju bë sherr islamit dhe muslimanëve. A jam i qartë? Të di këtu? Edhe në këtë moment a lejohet ti si besimtar me bo dua që Allahu t'ja zhdukje këtë mirësi, këtë begati apo jo? Nëse ai që këtë begati që ja ka dhënë Allahu e shfrytëzon për mi prish musliman ndërmes veti, e shfrytëzon për me ngjall fitnë mes muslimanëve, e shfrytëzon për me shpërndat të keqën në mesin e muslimanëve, atëherë i lejohet që besimtari të bën dua që Allahu t'ja merr këtë begatin për shkak se ai e shfrytëzon kundër parimeve fetare dhe kundër muslimanëve. Në këtë mënyrë lejohet për shkak se është një zullumçar i cili këtë begati e shfrytëzon në të keqe dhe lejohet. Jo pse ja ka dhënë Allahu atë begati, po pse e shfrytëzon atë begati në të keqe. Për këtë arsye lejohet dhe duhet me bë dua se do thot që më ndal zullumi prej sherrit të tij, prej atë mirësi që e ka. Për shembull, njëri ka parë, edhe shtash me çata parë don t'i prishje trit, që prishje moralin. Thot që 100 euro shkon filan moteli. Që edhe ti 100 euro shkon çat filan moteli. Çka do të më bën këtu dua? Mi thonë Allah shtoja parët këtaj? O Allah, hupja farën e parëve këti. Pse se kime këto pare, tenton të aprishi shoqërinë. Edhe lejohet që me bo dua për shkak se ai qatë mirësi që ja ka dhënë Allahu e shfrytëzon në të keqe. Allahu subhanahu wa taala ka pru ajete në Kur'an dhe na tregon për këtë smuje të rrezikshme të zemrës, edhe kjo e cila mund të ndodhje në mesin e besimtarëve, edhe pse xhelozia nuk është prej cilësive të besimtarëve, është prej cilësive të qafirave, është prej cilësive të munafikave, është prej atyre të cilët e kanë imanin e dobët, është prej atyre të cilët nuk ja duan hajrin muslimanëve.
Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Wadda kathiru min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Allah subhanahu wa ta'ala thot shumë nga iftarët e librit që fut dhe krishterët, ata dëshirojnë, kanë qejf që juve t'ju kthejnë pas imanit në kufër, që të bëni qufar, pasi që keni besu Allah. Pse? Hasada min indi anfusihim, për shkak xhelozisë që e kanë brenda në shpirt. Do të thotë xhelozia e ahlul kitab, krishterëve dhe çifotëve dhe të tjerëve, është që lakmojnë dhe xhelozojnë pse Allahu ti të ka bekuar me iman, me islam, dëshiron, lakmojnë që ti ta lësh atë din, atë fe, dhe të kthehesh në kufër. Allah i na ruaj. Do thotë e kuptuam se cilësia e kujt kona, cilësia jo besimtarve, cilësia e munafikave dhe cilësia e atyre që i kanë imanin e dob. Njeriu besimtari kur e lexon surën Yusuf, keni lexuar surën Yusuf prej fillim mbarim? Ha? Keni lexuar? A më nhat me Ramazan? A më ne keni lexuar me përkthim shqip? Me koment. Kush e ka lexuar ta ka rënë dorën? Koment. Prej fillim mbarim surën Yusuf. Do thot është mirë me lexu. Jo e keni një pjesë këtu në YouTube për hoxhës, një pjesë që në TikTok për dikuj tjetër, një pjesë në Facebook, një pjesë në Instagram, një pjesë në hutbe, një pjesë ndërsoje merë dhe lexoje surën Yusuf. Në surën Yusuf, kur të marrish dhe lexosh, do vërejsh diçka të çuditshme. Dhe do vërejsh se këtë hasad që e ka ndalu Allahu, çfarë roli të rrezikshëm luan. Derisa para mendojnë vëllezrit kanë arrit me urrejt vllaun e tij. Ju çorrusit e ballit. Edhe i çorron si të zambrës kur të hija setin zambar. Edhe çka, edhe zhdukët rahmeti çka në zambar. Dhe pastaj çecekëm vetëm don hakmarrje. Subhanallah. Vllaznit do thot ndaj vllaznive të tyre, Allahu thot: "Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dalalin mubin uqtulu Yusufa aw itrahuhu." Allahu akbar. Thot kur ata than Jusufi dhe vllau i tij Benjamini janë më të dashur te baba jon sa ne. A ne ina vllazën, ma kallaballak, ina një grup vllazë, këto dy janë. Inna abana lafi dalal, baba jon në dalalet. Sa një matë punët mirë ki. Pe da Jusufin edhe Benjaminin, ma shumë se ne që ina kallaballak. E çka alternativa? Uqtulu, vrajnë Jusufin. Allahu akbar. Ka me vraj? Vllajnë e vetë. A e që se hasedi, kur ta mlon zamrën, s'ka rahmet, sharron sit, dhe pastaj vetëm plan që shmu hakmar. E qka? Au i trahuhu, ardën jakhlu lakum wajha abikum, wa takun min ba'di qauman salihin. Nëse nuk muni me vra, largonja prej syve babën. Bonja që Jusufin më stashohet dhe Benjaminin, njeriu kur se shet di kanë qka ban, e qëtë pi defterit. Apo? Një ditë e viziton, 2 ditë e viziton, 3 ditë e viziton, 4 ai nuk viziton. E thirr në telefon, 2 herë në telefon, 3 herë, 4, 5, 6, 10, e shet i çka bën? Ki si pas kamente, ne? Tap një vi. E çet pi defteri, me këtë s'kam punë. E harron. E kur të harron çka bën? Të na paraqitet një xhamat tjetër, e to na fillon atë me dasht. Në mungesën e këtij fillon me dash këtë tjetrin. Natyra është. E këto para me do thot, ose vranja, ose largonja, pastaj se she baba, e çka? E pastaj keni baba popullit të mi, çka? Pas këtoj krimit bëjni tobe. Sikur njoni tha, hosh, ta ifshin pare do me kamata, më shkoshin në haç, me lajt gjunohin, se edhin njeri që shkon haç, bona këthejt si me lind pi barkit e nanës. Para me do, tër vitin ifshin pare me kamat. A me kur vin ka haxhi, po shkoshin po bëjshin haç, e ne pe lajshin atë. Para me do shejtoni, me ment të atyne, normal, da kupton pe lajshin, për thamë, s'po thamë me dispozitën shëriatike, fejet shëja. Ti kanë donë me bashtruhe? E këto që kanë donë pastaj, bojni tobe të Allah, dhe do bojni me babën mirë, pajtofni, ndreshën punët, edhe veç për para hecën. Allah i na ruajt. Për këtë arsye, Suratul Falaq ka zbrit për shket punë. Me kërku mbrojtje të Allah subhanahu wa taala, Allah me trujt për sherrit
të njerëzve, prej sherrit të xhinave, prej sherrit të hasedit, se njerëzit janë të smund në zemër. Në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wala tahasadu, wala tabaghadu." As mos u xhelozoni, po as mos e urrejni njëri tjetrin. Dhe bonu rob të Allahut vëllezër. Boni të devotshëm, boni vëlla njëri tjetrit. Pse se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë: "Iyakum wal hasad", keni kujdes hasedit, xhelozis, se ajo t'i han veprat e mira si e ha, çka? Zjarmi, drunin. 100 kubik mi pas zjarmi i han. 200 valla i han. 300 me hangër këtë të Amerikën, këtë hangër. Do të zjarmi o qështu, të fshin, edhe hasedi o qështu. Për këtë arsye besimtari duhet të jetë i kujdesshëm. Hadith sahih Baihaqi që ka ardhur nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, thotë që i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, ayu nasi afdal?" Ya Rasulullah, cilët njerëzit, cili lloj, cili kategori i njerëzve është më i mirë? Ka thonë: "Kullu makhmumil qalbi saduqul lisan." Kullu makhmumil qalb, çdo një që e ka zemër të pastër, të shëndosh dhe gjuhë të drejtë, gjuhë besnik në gjuhë është. Ato i kanë thonë: "Ja Rasulullah, saduqul lisan e dina që i fol drejt." Amon makhmumul qalb, zemër e pastër, çka do thotë? E shëndosh. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "At-taqiyyu an-naqi." Zemër taqi e pastërt. Do thotë taqi që i friksohet Allahut subhanahu wa taala, hatazi dhe fshehurazi. Dhe çdo herë ai e ka, do thotë, në mendje që Allahu e kontrollon këtë se çka lëviz dhe çka vepron. Kjo është taqi. Naqi thotë e ka zemrën e pastër të mbrëmshme. Nuk bën gjuna, wala baghi. Baghi do thotë nuk bën padrejtësi, nuk bën zullum. Wala ghilin wala hasad, as nuk ka urrejtje, po as nuk ka xhelozi që nuk ka xhelozi që Allah subhanahu wa taala t'ia humbie mirësitë ai që ka vllai vet. Kështu e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atash, për këto hadithit tregohet që neve na nxit ki hadith që të kemi kujdes dhe të ruajmë zemrat tona që i kena në gjoks. Do të kujdesmi, ta kontrollojmë veten tonë, se dëmek Allah subhanahu wa taala po i doj ka zemrat e pastërta, zemrat me dreçllëke, me shejtanllëke, nuk i don. Allah se don atë zemër e cila ka urrejtje, e cila ka xhelozi, e cila ka rujnazart, nifak, e cila ka smundje. Kjo është e parë. E dyta është që Allah subhanahu wa taala i shikoj ka zemrat dhe u shpërblej ka njeriu sipas njetit dhe zemrës që e ka ai mrenda. E dini hadithin atij sahabiu që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Do të jeni njeri pe banorëve xhenetit." Këtë e dini këtë hadith? S'ka çu me falas në fund të natë, as do të çon thjesht pak. Çe ka thënë? Ka thënë: "Wallahi në kur flen se kam i natë kërkujt. Flen rahat, wallahi e buket muslimanëve. Wallahi boni të parë këtë musliman. Wallahi boni e buketve miliona musliman. Wallahi van këtve ja va, këtve, s'ka nga askuj s'ka xhelozi." Do thot, me këtë ka arrit xhenetin e Allahut. E për atë grua që ka thënë pejgamberi sallallahu që janë ankutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që i ka thënë: "Ja Rasulullah, që ajo gruaja është taqumu al-layl wa tusumu an-nahar, walakin tu'dhi jiranaha." Ajo gruaja agjeron ditën nafile dhe ajo fal në namaz natë, por po i ofendon, po i lëndon kujshit e vet ajo gruaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Hiya fi an-nar", ajo në zjarr xhenemit. Qishmora namaz nafile natën, ditë nafile agjerim dhe zjarr xhenemit, po çe ka bë? Gjuha. Për kësaj duhet besimtari që të jetë qartë, që besimtari duhet të jetë i pastër zemër dhe në veprat e tij të jashtme. Se njeri musliman i mirë dhe ideal duhet patjetër të jetë trekëndsh. A i thënë trekëndsh? Tre trekëndsh, 1, 2, 3. Nëse nuk i ka këto, është problem të jesh musliman ideal. Do të bësh musliman që ti bashkojsh ibadetet,
Do të jesh njeri që i bën në ibadet Allahut, një, të jesh i pastër në zemër, di, dhe të kesh sjellje të mirë, tre këndshi. Nëse njeriu është i pastër në shpirt dhe veprat e tij janë të dukshme ndryshe, reflektojnë. Dhe në këtë moment veprat tuaja i vërtetojnë fjalët tuaja. Veprat unë të foli, amon punën kërkundi. Do thotë atë ti me vepër nuk jetë të tregu. Ti jetë më kallëzu mu muhabet. Ti jetë më kallëzu mu vetëm jetë të lexue, ama vepër s'ke. Dhe e treta, çka në vepër në sjellje? Në sjellje se shoqëria do të jetë e sigurt prej dhunës, prej ofendimit tanë. Nëse ne, në shtromi Allah, të bëjmë ibadet, ne kemi zemrën e pastër, pastaj veprat tona, sjellja jonë është e mirë, njeriu që ka sjellje të mirë, a ka mundësi ta ofendon dikant? A ka mundësi ta shqetëson dikant? S'ka mundësi. E atëherë, a është për Islamit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kush i beson Allahut ditës kiametit, le ta ndërron me safin, kush i beson Allahut ditës kiametit, mos ta shqetëson kushien. A ne jesari shqetësojmë kushit? Në 2 natës, në 3 natës, zhurma, aton, keton. Patërsi, ti kënena më kallzon hadith, kënena së më le të flenë tër natën. A të shonë muslimani i kone? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë formë na tregon se ne, nëse i kena këto trijat, ibadetin, pastrimin e shpirtit, edhe sjelljen e mirë, atëherë ne jemi bon një musliman që ka shkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur një ndërtesë e cila është e lidhët e mban njënën tjetrën, apo në surët Saf kanë në bunjanën marsus, si me konë shtëpi e lidhur. Marsus do kanë thonë si me konë e lidhur me plumb, po që e lidhët me cigla njëna me tjetrën, e mban njëna tjetrën. Nëse i rëndit ciglat njëna mbaj tjetrën, ato bijen. Ama nëse e lidh njëna me tjetrën, ajo në forta, pastaj çka thot? Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shaq beke bejne sabi'i. I ka shti gishta ndërmjet kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse me gojë nërë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanët janë të lidhur si një ndërtesë, e mban njënën tjetrën, pastaj i ka lidh durët, gishtat njëna me tjetrën. Kush tregon? Pse ka pas nevojë me lidh gishtat? E i ka thonë me gojë, ka thonë sikur një ndërtesë e lidhet. Pse gishtat? Praktika. Kur thua e lidhet do njëri me don me tërkuz, dhe një kësht tjetër, kur të bësh me gishta kështu, kuptohet se e fortë. Hecën si të kesh qef. E pastaj, esenca e lidhjes, çka do thote? Pse mi lidh bashk? Në esencë ku janë këto gishtat? Ha? Ku mbahen? Mbahen në krah. Krahi kujt është? Është i trupit. A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që besimtarët janë si një trup? Ha? Abdullahi, Hasani, Mustafa, Hisnia, ai tjetri, ki tjetri, sa vet janë? Sa i përmenda pens, si 5 gishta. A janë këtë njëne? Po jo besion sa është jati e këti. Por, këto kur të bojnë janë vlezër në islam, bojnë si kur trupi një. E këto kur ta mëshirojnë një një tjetrin, atër bëhet një saf i fuqishëm dhe bëhet një shoqëri që ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si me konë një ndërtesë e lidhur njëna me tjetrën. E ne si besimtar, pa tjetër që duhet të kuptojmë parimet fetare se si Allahu subhanahu wa taala na ka mësuar dhe si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përshkruajtur për më na bë të qartë neve se si duhet të jetë një besimtar. Normal besimtari si besimtar nëse ndalesh dhe mendon dhe mediton, nuk ka shansa që truni besimtarit që ta xhelezon dikant tjetër. Për shembull kur ti ndëgjon ajetet, kur ti ndëgjon hadithet, është e logjikshme një Abdullah, një Mustaf ta xhelezon një Ahmed? Wallahi s'është e logjikshme. Po çka do të hadithi? Shkojnë se vapët, cilësi e qafirave, cilësi e munafikave, çish morë me konë unë çështë? A mund ndodhja? Valla në praktik po ndodhën, po shohëm. E për këtë arsye ne duhet të kujtojmë rregullisht to hadithe që mos milon vend
as pak xhelozisë dhe urrëqjes në zemrat tona. Si ta mjekojmë këtë? Si dalmi prej kësaj telashe? E thënë kamën, shkon atje, doktori të dëton. Del sheqeri, thonë du të me ta prej gishtin, ta prejnë dhe shërohësh. Plas zoraqore, shkon atje, ta hekin, ta pastrojnë, u kri. E kësaj që shmja, çfarë mjekimi, në cilin spital ta qëjmë Francës, të Anglisë, të Riyadit, ku ta qëjmë? Cili spital është më i mirë për këto ilaçe? Më i mirë është që njeriu besimtari, i cili beson Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, pikës pari duhet të mendoje se kjo është një smuje e cila nuk i takon një besimtarit ta posedon këtë smuje. Dhe do të patjetër nëse don ta kece imanin e plot dhe ta zbaton islamin që ja ka lip Allahu dhe të jetë personalitet i cili të bëhet urnek dhe model, duhet të jetë larg kësaj smuje. Se as prej imanit nuk është, as prej islamit nuk është, pa as prej burrnis nuk është. Ndale dhe kujton, nëse është, pa tjetër me zhduk. 2, të ndalemi të meditojmë që kjo cilësi është cilësi e ullët, është cilësi e poshtërt, është cilësi e cila e urrej njerëzit dhe nuk e donë Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe ne si besimtar, si musliman, nëjherë për shumë herë duhet të ndalmi dhe të vetmohemi vetëm Allahun. Ma s'kan tjetër. Vjen xhami që ati ndalesh me një qosh, ose herët vjen, ose kur dalen krejt xhamati dhe fillon matematikat. A më ne probleme kejnë në xhami kur trina në Instagram, Telegram, TikTok, Facebook, sa mbojnë kontrol vetës. Edhe me ullë, edhe gradualisht me fillue me i bo një analizë zemrës. Sot kam pas takim me filonin. Sot e kam bo këtë punë. Sot kam lexu këtë. Sot e kam bo këtë plan. Ka dal, prit pak o filan. Që kam zemër une? A e gjëllëzova sot filanin? A u rejta sot filanin? Apo, me filanin, wallahi pak diçka më duket ja xhujta do fjalë për okolla. Ka dal, bën istighfar. E u rejta filanin, bën istighfar. Fola për filanin, bën istighfar. Dhe fillon me një herë ti zhdukish atë gabim që e ke bo. Dhe me istighfar pastrohet zemra, largohet urrejtja dhe fillon dhe mjekon vetën ma shpejt. Pastaj ndalu dhe mendito, hin pak ma fell. Se çështja hasedit edhe urrejtjes për diçka, për një të mirë, është një send e cila ka të bëjë me kaderin, me caktimin e Allahut. Se çdo e mirë, çdo send që të gëzon apo të mërzit në këtë kozmos, dije se kjo është prej kaderit Allahut subhanahu wa ta'ala. Ke ngëzim apo hidhrim, ke pasuri apo varfëri, ke krenari apo ullje, ke shëndet apo smuje, ke aftësi apo jo aftësi, ke fuqi apo dobësi. Gjithë këto janë me kaderin Allahut subhanahu wa ta'ala. E nëse ti e xhelozon dikant se Allahu i ka dhënë një virtyt, një cilësi që dallon prej teje apo më i mirë se ti është, atëherë ti nuk je në pajtim me kaderin Allahut subhanahu wa ta'ala. Se i lumi Allah është që ja ka dhënë atë mende. I lumi Allah është që ja ka ndajt atë rrezik. I lumi Allah është që ja ka dhënë atë shëndet. I lumi Allah është që ja ka dhënë atë mirësi. I lumi Allah është që ja ka dhënë atë begati. I lumi Allah është që ka dash ky person të jetë kështu. Përse ti ta xhelozojsh? Ti do të përzihesh në gjykatën, gjykimin, në vendimin që ka venduar Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe prej mënyrave që e zhduket këto dy smuje të mbrëmshme, urrejtjen e fshat dhe xhelozin, është namazi natës. Namazi natës dhe dhikri, istighfari. Nëse i bëjmë çto dijat, bi idhnillahi ta'ala, do të zhdukmi këtë smuje, patjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala sa është tipari besimtarve që i ka lëvdruar Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an.
Kur'an ka thonë walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah subhanahu wa taala thot dhe ata të cilët erdhën pas tyre, do thot pas muhaxhirëve dhe ansarve, tabi'int, dhe tjerë që do të vinë deri në kiamet, çka kanë thonë ato? Kanë thonë Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, o Zot na fal neve dhe vëllezërit tonë të cilët ishin me iman para nesh. Dhe mos na lën, mos i lëvan, në mos ban zemrat tona që ne të kemi urrëtitje ndaj tyre. Ndaj atyre të cilët i besuan Allahut. Para mendo Allahu subhanahu wa taala na porosi që ne mos të kemi urrëtitje ndaj besimtarëve, ndaj muslimanëve. E nëse ne realizojmë këtë, atëherë ne kena hinën hije në këtë ajeti që ka luftuar Allahu subhanahu wa taala. Thot poeti për çështjen e hasedit, thot isbir ala kaidi al-hasudi, thot bën sabër ndaj kurthës të hasedxhiut, se sabri jot është që e vret hasedxhiun. Në zjarmi thot është që e han njërin tjetrin nëse nuk ka kanë ta han. Zjarmi e han, apo han. Ama nëse nuk ka me hangër çka me bë? E han vetën. Kadal, prush, e han vetën ndërshimat. Ama si ti çesh druaj prap i han ato tjerë. E thot kështu është hasedxhiu. Thot poetin tjetër në gjërat poezi, ja hasidan, o ti cili më gjelezon për një begati, të cilën ma ka dhonë mu Allahu, e tedri ala men asat el adab, a din me kan e ke prish edukatën? Begatin kush ma ka dhonë mu? Allahu. E ti nuk je i kna që të gjelezon, atër ti edukatën e ke prish me Allahun subhanahu wa ta'ala. Unë përket ju thamë sarë vlezrive kur rindrojnë hoxalartë. Hoxha, së mundu ti thot një hoxhë qeter, e shonë gjemati, s'ko na filan hoxhë, këtë qonë, si dhanë. Pa në shvim për gjami i pëp, e lonë hoxhën me 3 vjetë. E një thonë, mirë, ju a kini arë për qatë hoxhë. A i hoxhë vë ka pru këtë hoxhën tjetër, zavendësim. Po që respekti paskin dhe atë i hoxhës? Ju mësafirin si andërojni. Atër ju vetëm vinki si figura. Jo, me men që je dojni hoxhën. Nuk jeni të dosh hoxhën me logjik. Me emocioni jeni të e dosh. Se me konë që je dojni me logjik, ju e rja respektoni musafirin hoxhës të erin fund. A nuk o qështu a? E thot ti e sjell keq me Allahun subhanahu wa taala në gjykimin e ti, se ti nuk je i kënaqur me atë që ka dhurua Allahu subhanahu wa taala. Presmujo të mrençme është saltanati, bollëki, teprimi në halale, në sende që e lejuara, dhe kooperacia. Por kjo tem veti tash, me hin kështu me e kalu vetëm kështu nuk pan, por inshallah se jemi gjallë e vazhdojmë këtë, do thotë që një prej këtyre veprat janë që besimtarët të cilët e kanë vazhduar në adhurim, në udhëzim, por kadal tu rrit, tu ngrit, tu xhanue, tu drejtue, tu asoj fillon kadal saltanatin zemër ze shlohet, tu i shlu pa kom, pa durët, të në shlohet këtë mbarke në shpin, e në rafshmo, qka ti thuash? Ne i kina kalu këto sene. Allahu akbar, i kina kalu dhe me këti kem bet me më kalzu mu. Ka dalë, ne për të kalzim që kanë thonë ulemant, që kanë orth hadithet, që kanë orth ajetet, pa shkak se ti nëse mendon që je i mirë, ti qatër ke gabue, nëse mendon që je i fuqishëm, qatër je dëpsue, nëse mendon që je i javë, qatër ke dështu, se qatër ka thonë shajtani, qtina në loj, tash keme këci si të lujune, si të i bifillit ti keme këci, Allah i naruajt, e përket inshallah, si ti mi gjallë vazhdojna për luksuzin, saltanëkun, edhe kooperacion, Allahu ju nderoft, Allahu ju ruajt, Allahu ju shtoft të mirët, Allahu na i pastron zemrat, Allahu na ruajt zemrat, Allahu inshallah na ruan prej kësaj smuje të rrezikshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.